Në hyrje të qytetit të Kuçovës, një hapësirë re gjelbëruese dhe argëtuese është kthyer në një destinacion të preferuar për banorët e të gjitha moshave. Ky park i ndërtuar vitet e fundit mbi rrënojat e disa ndërtesave të vjetra, është transformuar në një ambient modern rekreativ, ku fëmijët, të rinjt dhe moshat e treta mund të kalojnë momente çlodhjeje dhe aktivitetesh në natyrë. Gjatë këtyre ditëve pranverore, parku është bërë një qendër e gjallë për qytetarët, të cilët shijojnë rrezet e diellit dhe bukurinë e hapësirës së gjelbër. Kjo zonë ofron mundësi të shumta për aktivitete sportive dhe argëtuese, duke sjellë një frymë të re komunitare në qytetin e naftëtarëve. Kryebashkiaku i Kuçovës, zoti Kreshnik Hajdari, ka treguar një kujdes të veçantë për përmirësimin e infrastrukturës dhe krijimin e hapësirave të përbashkëta për qytetarët. Përveç parkut në hyrje të qytetit, projekte të ngjashme po zbatohen edhe në disa qendra administrative, duke krijuar mini parqe dhe ambiente publike të aksesueshme për të gjithë. Për të folur më shumë mbi këto investime, kamera e televizionit Apollon intervistoi drejtorin e urbanistikës pranë Bashkisë Kuçovë, zotin Sokol Vasilje. Ai theksoi rëndësinë e këtyre projekteve për qytetin dhe u bëri thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes ndaj pronës publike, duke ruajtur dhe mirëmbajtur hapësirat rekreative për brezat e ardhshëm. Këtu ndodhemi te parku i ri i Bashkisë Kuçovë, një investim i qeverisë shqiptare nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Kuçovë. Është një investim për 1.3 miliard lekësh të vjetra, i përfunduar në vitin 2017 dhe i ndërtuar mbi një sipërfaqe prej 6.000 metra katror. Është një investim që i ka dhënë jetë të re qendrës, pasi këtu jemi në qendrën e Bashkisë Kuçovë, i ka dhënë një jetë totalisht të re. Është komplet i frekuentuar nga qytetarët dhe zakonisht fëmijët e bashkisë, të cilët më përpara nuk kishin një kënd ku të mund të zhvillonin aktivitetet e tyre, qoftë artistike, qoftë aktivitetet sportive, nëse do të shikojmë rreth e qarka fëmijë edhe në momentin që ne po flasim, është ndërtuar mbi një sipërfaqe e cila ka qenë më përpara sipërfaqe e asaj që quhej ish ndërtim montimi, pra ka qenë ndërmarrje shtetërore, e cila ka pasur sipërfaqe në pronësi, i kaloi Bashkisë Kuçovë dhe është ndërtuar ky park mbi të cilin ne jemi duke folur tani. Pothuajse gjithë nxënësit e shkollave zhvillojnë aktivitetet në këtë park, në fusha sportive. Këtu kemi një fushë polifunksionale, që është një fushë volejbolli dhe basketbolli, e cila ka aktivitete pothuajse çdo ditë dhe më tepër fundjavave, duke qenë se edhe fëmijët janë të rinj, si dhe janë të lirë, si dhe fusha e mini futbollit, e cila aktualisht ne flasim, që është orar drekësh, duke është frekuentuar nga nxënësit e klasave. A do ketë Bashkia Kuçovës fusha të tjera sportive apo parqe të tjera që të frekuentohen nga qytetarët e këtij qyteti, pasi qyteti Kuçovës njëhet nga qytetet e naftëtarëve? Po, është vërtet qyteti i naftëtarëve, një nga pak qytetet e Shqipërisë. Kemi disa plane për parqe të reja në Kuçovë. Një plan është në lagjen 1 Mečkurti, i cili pritet të jetë investim i Bankës së Raiffeisen në Bashkinë Kuçovë, një park jo i madh i vogël, por që do t'i shërbejë vetëm asaj lagje. Ideja e Bashkisë Kuçovë është që të krijojë parqe lokale për secilën lagje, në mënyrë që të zhvillohen edhe për moshat e treta, të cilat kanë nevojë për gjelbërim, dhe ideja tjetër jon është që në çdo shkollë, pra në të gjitha shkollat e Bashkisë Kuçovë dhe njësive administrative, të ketë kënde sportive. Ne kemi filluar, shkolla Kaq Karakashi ka një investim shumë modern, i ri, i Ministrisë së Arsimit, i cili përfshin përveç rikonstruksionit të shkollës, edhe ndërtimin e një palestre, e cila do të jetë me përmasa olimpike. A do kishte ndonjë thirrje për qytetarët e qytetit Kuçovë për mirëmbajtjen e këtij parkut? Po, do të ishte shumë e nevojshme ndihma e të gjithë qytetarëve të Kuçovës për mirëmbajtjen e parkut, pasi ka problematika të përditshme, të cilat ne mundohemi t'i menaxhojmë, por prapë pa ndihmën e qytetarëve, ju bëj thirrje që të mund ta mirëmbajnë parkun ashtu si shtëpinë e tyre. Të kenë kujdes sepse është në të mirë të tyre, në të mirë të fëmijëve të tyre. Ky investim jo vetëm që rrit cilësinë e jetesës në Kuçovë, por edhe e bën qytetin më të gjelbër, më të pastër dhe më mikpritës për të gjithë banorët e tij.